Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit qershor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë që do na vi. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju mund të dëgjoni edhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë shohim energjinë. Atëherë kemi të bëjmë me energji të shenjës së Gafores, kemi të bëjmë me energji të shenjës së Demit dhe energji të shenjave të ujit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Atëherë në fillim të javës, shoh që keni pa qartësi, keni pa siguri, ndoshta emocionale flasim këtu, në lidhje me një dashuri. Ju shoh që jeni futeni ose ju dëgjoni intuitën tuaj, keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar dhe sikur po fusni besime të reja në lidhje me dashurinë. Disa gjëra i keni pranuar me mençuri, me përullësi në lidhje me një person. Dhe shoh që ju po fusni besime të reja. Dhe një person në fund të javës shoh që ju rikthehet një person nga e kaluara juaj. Është një person që keni njohur në familji, në një rast, ose ju e takoni rastësisht të person dhe aty do filloni të mendoni ndryshe për personin, por gjithsesi shoh rikthimin e një personi nga e kaluara juaj, ose që mund ta keni pas në të kaluarën. Për pjesën tjetër shoh paqartësi, pasiguri, duhet keni kujdes se mund të keni dhe prapaskena gjatë fillimit të javës. Ju do harrini ta kuptoni, ti kuptoni këto prapaskena që ju bëhen, dhe ju shoh që do jeni në një situatë ku ju do besoni intuitën tuaj, ose ju do ta kapni nëpërmjet intuitës tuaj këtë gjë. Dhe në fund të javës ju shoh që ju mund të jetë një person nga e kaluara, nga familja juaj, që ky person mund t'ju bëjë një prapasken në lidhje me një dashuri, flasim, ose në lidhje me njohje që mund të keni, por në rastin tjetër ju shoh që ju keni frikra emocionale brenda vetes, besoni diçka brenda intuitës tuaj në lidhje me fëmijët tuaj. Edhe pse ju shoh që ju do t'i mbështesni gjatë javës së parë, por diçka ju thot intuita në lidhje me këtë situatë. Kurse për pjesën tjetër mund të jetë vendi punës me një person nga e kaluara juaj, ku është një person që duhet keni kujdes se mund të bëjë një prapasken në javën e parë. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Në javën e dytë, ju shoh që jeni te energjia e shenjave të tokës, energjia e shenjave të ujit dhe kemi energjinë e peshores. Ju shoh shumë të mbyllur ndaj këtij personi nga e kaluara, një person që do të takoni. Ju shoh që do jeni shumë të mbyllur, nuk do hapeni në lidhje me këtë person. Gjithsesi ky person do fillojë t'ju shfaqë emocionet e veta në lidhje me këtë dashuri, por ju shoh që sikur do mendoni për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate. Për pjesën tjetër, shoh që ju tregoni të mbyllur në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja dhe dëshironi, shoh që çliroheni nga kjo mbyllje, dilni dhe ju do harrini që të vendosni një lloj ekuilibri, të jepni zgjidhje çështjeve dhe situatave të ndryshme, që mund të kenë lidhje me fëmijët tuaj, mund të kenë lidhje me familjen, me shtëpinë, me punën tuaj nga ana ekonomike, sepse ju shoh që në fillim të javës do merrni një shumë të madhe parash, aty do mendoni të investoni diku, por një pjesë tjetër mund mendoni të hiqni dhe disa kursime. Gjithsesi, ju mund të jeni, do çliroheni në lidhje me këtë gjë në momentin që të merrni këto para dhe të bëni këtë investim që dëshironi dhe harrini të jepni zgjidhje situatave që mund të keni si në lidhje me punën, me qëllimet që ju keni, ose në lidhje me anën tuaj ekonomike.
por shoft për gjithë ata që mund të kenë procese gjyqësore, problemin e dokumentave në lidhje me shkollën, në lidhje me dokumenta të ndryshme, shoft që do të jep një zgjidhje. Do merrni një lajm të mirë dhe do të jep një zgjidhje çfarë do lloj situate që mund të keni. Mund të keni dhe çështje ligjore që ju do të jep një zgjidhje. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, që jeni dhe ju vetë, përsëri energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit. Ju shoh që keni ngecur në mendime negative, ju jeni bllokoheni nga mendimet në lidhje me një person, me një dashuri, me një njohje që ju dëshironi të futeni, tregojeni të mbyllur me këtë person, por përsëri sikur keni mbyllur sy, doni të mbronin veten dhe nuk i shikoni gjërat qartë. Dhe kjo gjë ju bllokon nga ana mentale. Gjithsesi, unë shoh që rrugën e keni të hapur në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju shoh që ju për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me studimet tuaja, mund të ketë lidhje në lidhje me punën tuaj, ose me çështje dhe situata që kanë lidhje edhe me udhëtime të ndryshme për një pjesë tjetër, ose në lidhje me njohje tam nga ana ekonomike, por dhe me qëllimet që ju vendosni vetes. Sepse ju shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht në mesin e javës, ju shoh në një pozicion të favorshëm ekonomik, por jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një person. Është një person që ju refuzon, ose një person që është përqendruar te përditshmja dhe nuk shikon këtë kupë emocionale që ju i jepni. Për pjesën tjetër, ju shoh që ndoshta jeni duke menduar në lidhje me qëllimet tuaja ekonomike, në lidhje me një sukses ekonomik, ose edhe në lidhje me punën tuaj, për të krijuar marrëdhënie ose njohje të reja për pjesën tjetër, por shoh që ju jeni përqendruar kaq shumë te gjërat tuaja sa nuk shikoni një person që po ju afrohet. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë përsëri komplet me energjitë shenjave të ajrit, që jeni dhe ju vetë. Ju shoh që po studioni situatat, ju jeni duke studiuar situatat në lidhje me një dashuri, do filloni, keni pasur eksperjenca në jetën tuaj dhe do filloni të mendoni logjikisht për pjesën e beqarëve për të futur në një njohje të re, ose për pjesën tjetër ndoshta për të pasur në kontroll situatat, për të pasur një lloj shërimi brenda jush, sepse e shoh edhe këtu, kjo tregon dhe shërime në fakt. Por për pjesën tjetër shoh që ju jeni duke menduar në lidhje me studimet tuaja. Ndoshta do jeni duke parë gjithçka në lidhje me degët që ju dëshironi të aplikoni, ose në rastin tjetër në lidhje me një njohje të re, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me udhëtimet, dhe shoh që i keni vendosur qëllime vetes në lidhje me këtë gjë. Por gjithsesi është diçka që ju do ta bëni me logjik. Do merrni vendime të rëndësishme, se e shoh 2 herë, disa mund të kenë të bëjnë me institucione shtetërore që mund të jetë pjesa e dokumentave, mund të jenë çështje dhe situata ligjore të ndryshme që mund të keni, edhe pse shoh që zgjidhen në javën e dytë, në javën e tretë përsëri mund të keni disa situata ose gjëra të ndryshme që ju dëshironi të zgjidhni, sepse shoh shumë fort këtë. Dhe në fund të javës 4 ju shoh shumë të lodhur psikologjikisht. Ndoshta gjitha këto situata që jeni duke menduar, ju dëshironi keni nevojë për një pushim, për të menduar rreth një njohje, rreth një personi, një dashuri të re, për të futur në këtë njohje të re. Për pjesën tjetër, në lidhje me çështje të ndryshme që kanë lidhje me fëmijët, me familjen, me shtëpinë tuaj, ose në lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me dokumentat, me udhëtime të ndryshme, me studime të ndryshme që mund të keni, dhe kjo gjë ndoshta ju ka lodhur, do t'ju lodhi pak gjatë javës së fundit më tepër, dhe unë shoh që ju do keni nevojë për një pushim, duhet keni pak kujdes me pjesën e shëndetit, dhe shoh që mbas këtij pushimi ju do harrini të jepni drejtim çështjeve dhe situatave të ndryshme, në lidhje me punën, në lidhje me dokumentat, me partneritete, me marrëdhënie të ndryshme, por dhe me situata dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me dokumenta, çështje gjyqësore,
por dhe me anën ekonomike. Nga ana ekonomike ju shoh që në këtë muaj do jeni më të fuqishëm ekonomikisht. Dhe shohim një mesazh nga angjit se çfarë ju thon për këtë muaj. Gjithsesi është një muaj fantastik në lidhje me ju, sepse ju shoh që jepni zgjidhje problemeve, qëllimeve që i keni vendosur vetes, do t'i pranoni shumë gjëra me përullësi, jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike dhe shoh që keni për të marrë disa para dhe është një shumë e mirë parash. Do mendoni më logjikisht, dhe kjo është dhe karakteristika e juaj, në lidhje me çfarë do lloj situate që do keni, me studimet, me dokumenta të ndryshme, apo edhe me çështje ligjore që do të jepni zgjidhje. Dhe marrim një mesazh nga angjë dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, kemi angjëllin 13, është një energji fantastike dhe ju thot fund një faze të vështirë që keni kaluar. Gjithçka rreth jush do zbukurohet, ka ardhur koha të ecni përpara. Atëherë, ju do të jepni fund paqartësive, pasigurive që keni në veten tuaj, në lidhje me duke pranuar gjërat me mençuri, duke futur besime të reja, duke u çliruar dhe duke shëruar veten tuaj, por duke zgjidhur dhe çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pasur në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet, në lidhje me ligjin për disa prej jush, çështje ligjore, por dhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike. Atëherë është fundi dhe ky muaj ju sjell një energji shumë të bukur për të gjithë ju. Është koha thjesht të shikoni gjërat e bukura që ju rrethojnë dhe të ecni përpara, në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Gjithsesi është një muaj fantastik dhe nga ana astrologjike. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe hënën e plot sepse është shumë e rëndësishme, sepse me këtë hënë të plot ka përfundime të situatave. Dhe ftoj edhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një mbazdite sa më të këndshme, një fundjavë sa më të bukur për të gjithë ju. Dëgjojmë në videot e radhës.